Se kemi marrë pak trahun prej fjales karbohidrate, mos hase karbohidrate, mos... Hajtë të regam që ta qartësojmë për publikun karbohidratet komplekse të cilat i përmbajnë gështanjat. A në kupton që mundemi me konsumu pa limit? Jo. Apo është kjo teoria e Lenës një grosht gështoja? 300 gram. Kurs në le mungi? Jo, nuk në kupton që mujnë me konsumu pa limit. Unë thëmë hajni gështënja lene bukën që të periudhë. Edhe fillon e mi ndruk shprehit në raport me konsumimin e sasi të bukës, për shkak që i përmbon krejtlirat ushqyse që i përmbon buka edhe hala ma shumë këtë periudhë, shfrytëzoni gështenjat me ndru me bukën, me marrë karbohidratin e mirë një farforme, po jo në sasi shumë të madhe. Sidomos personat që kanë djeshmërinë ndaj karbohidrateve. Unë vetë si person kom shumë kujdes se për ndryshe kom djeshmërinë ndaj karbohidrateve, përveç glutenit përgjithësi ndaj karbohidrateve dhe kom shumë kujdes në përdorim zgjedhjen e llojit karbohidratit, po edhe në sasi. Pa marrë parasysh pse është frëtë, pse është pereme dhe pse është ka karbohidrat, çdo sen që përmban karbohidrat, unë duna me pas kujdes në sasi, për shkak që e kom lexuar të trupi jam e kom vrejt që kom djeshmëri. Po edhe të shumë persona to pas parasysh se na jena rrit me karbohidrate, edhe më varet se sa e kena të prugja të rrugës, më varet edhe për metabolizmën se që shëndran në raport me karbohidratet, po prap se prap nuk lejot mu të pru, e kush nuk bën me të pru, heq, është edhe ata që kanë për shembull diabet, du të me pas parasysh për shkak se rrit, edhe pse rrit gradualisht, nuk e rrit mënyrë, po më nëjtë dhënshme, krahasë me karbohidratet komplekse, prap se prap du të me pas kujdes sasi dhe kohën se kur ha nga gështënja.